Edhe mandej shpesh e kemi dëgjuar thonjën që njeriu bëhet dy herë fëmijë, edhe fëmijë edhe pleqni. Për shkak se këtu Po e fillon përjeton atë që nuk e ka përjetuar dikur, edhe tash i ka dhënë lirinë për shkak pjekurisë që ka arritur të moshës, por edhe përvojës, jep një liri vetës që s'ka arritur t'ja jap kurrë më përpara. Kjo liria personale është jashtëzakonisht e rëndësishme për mirëqenien psikologjike. Nëse ti arrin me rujt atë shpirtin tënd fëmijëror brenda teje, me rujt dëshirat, aktivitetet cilat shpirti ti don, dhe ti e veten të lirë me i bë ato pa pas frikën se ki me u paragjyku, kjo është ajo liria që ndoshta njerëzve shpesh herë ju mungon. Edhe mbytja e kësaj lirie shkakton ankthjen, depresionin, këto probleme pastaj. Dhe kjo fjala jote e vjetër, pra që e përmende për fëmijë, më kujtoi një fjalë tjetër që mbase na e kanë thënë, e kemi dëgjuar, lëre se i ka hyrë vetja në shif. Si e komenton ti këtë? I ka hyrë vetja në qef, ka forma të ndryshme, për shembull në adoleshencë kemi ata adoleshentët që i hyn vetja në qef, që rrin para pasqyrës, që pëlqejnë atë imazhin ose në njëjtën kohë edhe i kanë ato komplekset, por nga rrjeti është pa lese i ka hyrë vetja në qef se ka filluar tash me u rrit edhe me i pëlqy vetja se si duket. Ka edhe raste kur i është referu personave i ka hyrë vetja në qef në kuptimin e mendjemadhësisë, dhe ndoshta jo gjithmonë vetë kujdesi dhe dashnia për veten lidhet me këtë i ka hyrë vetja në qef. Do të thonë, nuk duhemi me u shqetësu shumë prej, se edhe kjo është një lloj paragjykimi prapë funditës, i cili mundet me na pengu që na me jetu jetën që ashtu që kemi dëshirë vetë.